Xhibani detyrohet të ndaj foto të babait në spital, liston arsyet. Ditë më parë, Xhibani la përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP për shkak të emergjencës së rëndë shëndetësore të babait të tij. Ishte madje prezantuesi i programit Ledion Liçi që u fut brenda shtëpisë e i kumtoi lajmin se babai i artistit kishte kaluar në një ishemi cerebrale. Megjithatë, një pjesë e mirë e publikut shprehen dyshimet e veta mbi daljen e Xhibanit, duke aluduar se produksioni i kishte shpikur arsyen për shëndetin e babait. Sot përmes një postimi, Xhibani ka ndarë një fotografi të babait të tij në një spital në Chelsea të Londrës, derisa tha se po e postonte pasi s'mbeti njeri pa sharë, duke i thënë për konspiracione nga më të ndryshme, teksa postoi në Insta Story. Babi ndoi me datë 4 mars në Chelsea dhe Westminster Hospital. Publikoi e më tha nëse don nuk ka problem, po e publikoj babush, ja kam për detyrë moral produksionit që nuk mbeti sharje pa u thënë nga konspiracionistët e orëve të vona. Për fajin tim, ka sqaruar ai duke thënë se e gjitha ishte e vërtet, duke sqaruar më shumë se ç'ndodhi në atë moment. Ndjej detyrimin moral për të gjithë ju që më keni pyetur se si është babai, sigurisht nuk desha të postoj foto e video nga spitali, sepse fillimisht nuk më duke hiq me fare. Megjithatë, tani që kam ardhur në shtëpi, ja hodhi. Më kanë uruar njerëz të ndryshëm, më kanë thënë të shkuara dhe kam dashur ta them që ke pasur dashuri në shumë njerëzve, i tha Xhibani babait, teksa sqaroi edhe për fansat. Shumë më kanë pyetur se sa ishte e vërtet, pasi edhe unë jam njeri dyshues dhe atë pyetje ja kam bërë me tërmend Ledionit. Mirë, po duhet t'i falenderoj nga zemra për ngrohtësinë e dhënë, si dhe për ndihmën që më thanë të jem shumë shpejt afër babait. Dua t'i bind dhe t'ju them me dorë në zemër se e gjitha ka qenë e vërtet dhe se ndihem më i lehtësuar se kur që ju gjenda afër babait në këto momente vështire. Tani ai është mirë. Shëndeti babait ka rëndësi më shumë se 1000 lojë, përfundoi Xhibani.